Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot dua t'ju tregoj një mënyrë shumë të thjeshtë se si t'i editojmë fotot në këtë mënyrë. Ndiqeni video në vazhdim. Si fillim, shkojmë në Play Store dhe do të kërkojmë programin me emrin PixArt. Tek ju do të shfaqet opsioni Install dhe më pas, pasi të jetë instaluar, do të shtypni Open. Pasi të hapni programin, do të shfaqen këto pamje. Si fillim do të shtypni opsionin Home. Praja ku është do opsioni Home, dhe më pas do të kërkoni tek Search emrin PixArt. Tani do të hapen të gjitha fotot që ne kemi kërkuar dhe do të zgjedhim një nga këto modele në të cilat është një shigjet, pra vetëm në këto foto mund të modifikojmë atë që duam dhe unë do të zgjedh këtë foton këtu. Pasi kemi zgjedhur modelin që dëshirojmë të modifikojmë, shtypim Try, pra klikojmë tek Try dhe më pas programi automatikisht do të na tregojë se si do veprojmë. Do të zgjedhim një nga fotot që ne kemi në galeri dhe do vazhdojmë me modifikimin. Do të klikojmë ku lexon Select, pra tek butoni ku është me ngjyrën blu dhe më pas, pasi kemi klikuar Select, ne do të klikojmë tek Person. Tek Person, vetë programi automatikisht do ta ngjyrosi me ngjyrën e kuqe foton që ne duam të modifikojmë, pra e selekton vetëm pjesën e portretit. Nëse programi pa dashje mund të ketë selektuar një pjesë që ne nuk e duam, me gomën, pra këtu në mes, që është goma, ne mund të fshim pjesën që nuk duam të modifikohet. Më pas klikojmë Next dhe do të presim disa sekonda. Fotoja është bërë automatikisht nga programi kështu. Nëse e doni efektin më të theksuar ose më të zbehur, ju mund të shtypni tek ikona ku është me ngjyrë blu tek e treta, pra, dhe më pas të zgjidhni tek opsioni Fade. Mund ta çoni tek 0 ose tek 100, varet nga preferenca se si ju doni të jetë foto. Unë dua ta lë tek 50 sepse më pëlqen ky efekt të jetë normal. Pasi mbarojmë dhe këtë, ne do të shtypim Next dhe do të shfaqet kjo pamje pasi presim disa sekonda, pra këtu mund të ndryshojmë ngjyrën e flokëve sipas dëshirës. Mund ta bëjmë roz, jeshile, portokalli, sipas dëshirës. Unë do ta lë në këtë ngjyrë. Dhe do të klikoj sërish tek opsioni Next. Tek ky hap, te hapi 4, mund ta lëvizni foton dhe ta rrotulloni në çfarë mënyre të doni dhe të shtypni tek opsioni gomës, pra këtu, dhe të fshini ndonjë gabim, siç unë po veproj tek flokët, në mënyrë që fotoja të dalë sa më perfekte. Klikojmë sërish Next. Do të shikojmë që automatikisht programi e ka bërë foto në këtë mënyrë. Pra fotoja jon tani është gati, mund t'i lëvizim yjet në çfarë do lloj forme të duam, edhe rrethat mund t'i ndryshojmë sipas dëshirës. Sërish do të shtypim Next dhe do të shfaqet ky shkrimi këtu. Unë kam preferuar ta heq, por ju në qoftë se doni mund ta mbani. Pra shtypim X dhe hiqet shkrimi. Më pas do të shtypim prap Next dhe do të dalë kjo pamje e cila mua nuk më pëlqen dhe do të klikoj tek ikona ku është ngjyrë blu, pra tek e treta, dhe do ta heq duke e çuar tek Fade 100. Pra, kjo ishte pamja e fotos që unë doja. Do të shtyp sërish Next dhe më pas do të shtyp tek butoni djathtas në kryet e ekranit për ta bërë foton save. Ja ku shfaqet dhe opsioni Save, e bëjmë Save dhe tani fotoja jon është në galerin tonë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, të më bëni like dhe subscribe për të parë video të tjera në mënyrën më të thjeshtuar.
Shihemi në videot e radhës.